15 tetori është një moment i rëndësishëm për Vlorën. Të mërkurën do të zhvillohet në varrezat e dëshmorëve, edhe ceremonia përkatëse, ku do të jetë edhe kulmi të gjitha aktiviteteve, me rastin e kësaj ngjarje të rëndësishme historike për qytetin. Por Bashkia e Vlorës është angazhuar me ndërmarrjet e saj për të mundësuar një pamje sa më dinjitoze të varrezave të dëshmorëve në Vlorë. Siç po ndiqni nga pamjet e filmuara këtë të hënë nga televizioni 6+1 Vlora, punonësit e shërbimeve të Bashkisë së Vlorës janë angazhuar maksimalisht për të dhënë maksimumin e tyre, duke mundësuar shërbimet në pastrim por edhe në gjelbërim. Kur në ndajnë 2 ditë nga festa e çlirimit të qytetit të Vlorës 15 tetori, në varrezat e dëshmorëve në Vlorë, Bashkia po jep fund përgatitjeve sa i përket mirëmbajtjes së ambientit, me qëllim që varrezat e dëshmorëve në 15 tetor të jenë të gatshme dhe ashtu sikundër e ka hije kësaj feste dhe këtij momenti shumë të rëndësishëm historik. Shërbimet e Bashkisë së Vlorës janë angazhuar për të bërë të mundur disa prej shërbimeve kryesore me qëllim që varrezat të kenë një pamje dinjitoze në atë ditë kur do të zhvillohet edhe ceremonia e rëndësishme e festës së çlirimit të qytetit këtu në varrezat e dëshmorëve. Bashkia e Vlorës ka programuar një ser aktivitetesh me rastin e 15 tetorit, ndërsa tashmë ka bërë të ditur edhe agjendën e tyre. Por kulmi i aktiviteteve do të jetë në varrezat e dëshmorëve, ku autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit, por edhe politika, do të nderojnë dëshmorët atë dheut me ceremoninë të kthyer tashmë në traditë.